Në Prishtinë pati sot një marshim proteste ndaj ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet e Francës në pas të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia. Zoti Haradinaj po mbahet në paraburgim në pritje të shqyrtimit të urdhër arrestit. Autoritetet në Kosovë thanë se po kërkojnë rrugët për të siguruar kthimin e zotit Haradinaj, ndërsa i cilësuan urdhër arrestet serbe si veprime të motivuara politikisht dhe armiqësisht ndaj Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues të partive politike opozitare, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe qytetarë protestuan sot para ambasadës së Francës pas ndalimit të udhëheqësit të Aleancës për armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ata i bën thirrje Francës që të hedhë poshtë akuzat e Serbisë ndaj zotit Haradinaj, ndërsa kritikuan qeveritë e deritashme të Kosovës për mos ndërmarrje të masave për të parandaluar arrestime të tilla. Kjo qeveri e jona, këto qeveri tonat kanë leju që Serbia me na poshnu. Në vazhdimsi, në rastet përsëritura, këto poshtnime që po i bohen Kosovës duhen mundal. Ne sot do t'i thrasim gjithë botës, do t'i thrasim Republikës Francës, që ta kuptojnë Kosovën, që ta kuptojnë popullin e Kosovës, që ta dinë se edhe ne kuptojmë që është drejtësia, që ta dinë se ne nuk besojmë se është drejtësi që të mbahet Ramush Haradinaj për shkak të asaj që Serbia lëshon. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të mbahet në paraburgim në qytetin Kolmar në Francën lindore, pasi që një gjykatë në Francë vendosi që ai të qëndrojë në paraburgim derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradim. Ai u paraqit të njëjtën para një gjykate në qytetin Kolmar të Francës lindore, një ditë pasi u ndalua nga policia franceze në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet serbe, të cilat e akuzojnë zotin Haradinaj për krime lufte. Partia e tij Aleanca për armërinë e Kosovës shpërndau një postim të zotit Haradinaj në Facebook, në të cilën thuhet se është për keqardhje se si disa shtete ende respektojnë vendimet e ish regjimit të Miloševićit, ndërsa plot shtete të tjera siç janë Gjermania, Austria e të tjerë tashmë janë ndarë përfundimisht prej atij regjimi dhe nuk i zbatojnë urdhër arrestime të tyre, thuhet në postimin e zotit Haradinaj. Autoritetet në Kosovë, krahas kërkesave zyrtare për lirimin e zotit Haradinaj, janë duke shqyrtuar edhe rrugë të tjera të zgjidhjes së situatës së krijuar rreth tij. Vendimi i gjykatës për mbajtje në paraburgim lë të hapur edhe mundësinë e lirimit të tij me kusht nën garancitë shtetërore të Kosovës deri në përfundimin e procedurave, sipas të cilave autoritetet serbe kanë një afat deri në 40 ditë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për dorëzimin e zotit Haradinaj. Autoritetet në Serbi thanë se do të kërkojnë dorëzimin e zotit Haradinaj, të cilin e akuzojnë për krime lufte në kohën kur ai ishte komandant i njërës nga zonat e ushtrisë lirimtare të Kosovës që luftonte forcat serbe. Ndalimi i tij nxiti reagimin e institucioneve dhe partive politike në Kosovë, të cilat bën thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të premten në mbledhjen e qeverisë shprehu shqetësimin duke theksuar se Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një flet arresti të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi. Aktet e ndalimit të zotit Haradinaj, por edhe të personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejueshme, duke pasur parasysh edhe faktin se zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare, në 2 raste pafajësinë e tij dhe po ashtu është përballur edhe me ndalesa të tjera të përkohshme, të cilat e kanë konfirmuar se fletarrestet serbe nuk kanë asnjë bazë. Andaj ne presim që zoti Haradinaj të kthehet shumë shpejt në Kosovë. Kjo nuk është hera e parë që zoti Haradinaj ndalohet në bazë të një urdhër arresti serb. Në qershor të vitit 2015 ai u ndalua në aeroportin e Ljubljanës në Sloveni, derisa po kthehej nga një vizitë zyrtare në Berlin. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar disa herë nga policia ndërkombëtare Interpol që mos të merren parasysh flet arrestimit të lëshuara nga autoritetet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Kërkesat kishin pasuar disa raste të ndalimit nëpër aeroportet të drejtuesve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës në bazë të flet arrestimeve të lëshuara nga Beogradi. Mosnjoja e pavarësisë së Kosovës nga një numër shtetësh që janë pjesë edhe e Interpolit e vështirëson shumë edhe bashkëpunimin e saj me këtë organizatë. Ramush Haradinaj 2 herë është shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte në gjykatën ndërkombëtare në Hag. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.